Unë edhe Fatri jemi nisë për Tiranë, fluturimi për Malaga e kena prej atje. Shëndetje! Kemi mri në hotel, ora është gati 11, që gjithë sekunde po pushojmë. Nese ndru mendjen. Është mëngjezi i parë në Malaga, sandet nuk po shkojmë bashkë sipas planit. Ku ne kemi pa dilli që s'ka lidhje për ata, po një hajk që kemi planifiku Camino del Rey, do është me rezervu shumë më herët edhe na s'kena ditë. Vita, ku andales a rodhës? Ta është jena të shkët të tregu ushqimet dhe përdoj me provu sende që as kena provu ma herët. Faz favor a sanduíche e se for possível passar no meio. Taste test. Qoftë mirë, Vita. Shkotu këtë kalpo një herë që shta? Edhe që kjo pjesa Great Crunchy ashtë. Kogja është kena me përfundu. E gjelë të, veç ashtu... Kena me urinu ujtë vete. Ujtë vete! është hera e ti që po provoj oysters, herën e parë nuk ma garkoj. Edhe ta provoj bashkë. S'më tak shumë e keqe. Që shprehem shqiptarë për Spanjë. Ej, Vita, a jem Portugalia në Spanjë? E di që recet portugeze, po te për më pëlqenj. Pastel de nata. Barkin e kena mbush full, që që tash përshkojmë në muzeet e Picasso. Një tip për krejtive që do një marrë në Malaga, krejt se ndet mi pre-book, se do më thonë... Spontaniteti s'po krym punë. Po, s'mujte me hinë muze edhe plet do plane u anullun se na vetë s'kena rezervu, këna mendu që pre trenda dhe shkanë. Upsi! Ora 5. Mr. Fatri, David. këna nisë? Fuck. Ka makullore. Gati jemi dek në Madeira, shto që këshilla, rentakar, gjithë me qiru. E ure kër hip në kërë 3 dhe si ka sandet në vendin e njëjtë si kjeri jëtë. Kemi mbrinë e një prej fshatrave të bardhë të Andaluzis, Frigliana, jam i sigur që e kom këtë shqiptu, po shënosh. Edhe që kështë outfiti, ha 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 ha! Lokacionin e dytë për sot, tash të jemi në Granada. Pas Frili Khana, e mësoa shqiptimin ndërku. Ciao! Gëzohet nga Granada. Artiqokës shqip. Argjinore fërbume. Çka? Argjinore fërbume, artiqoke. A fillon? Dos churros.
Kur vini në Granada, mos harroni qurës me marrë për një person, jo për dy. Më nxep. Alhambra është në ndër monumentet më të famshme në Spanjë. Njihet për arkitekturë islame dhe është ndërtuar rreth shekullit 13-14. Ajo është ndërtuar prej sunduesit musliman Astrid, si pallate dhe fortesë mbretërore. Dekorimet janë të ndërtuar deri në detajin më të vogël, edhe kanë motive arabe. Ka bore fantastike cilat e kam pamjen e krejt Granadës. Kemi ardhur në Alhambra, është një ndër objektet më të bukura që kom pa deri tash. Edhe kohën e kena shumë me shi, po pamja që e mirë, sa shumë mërzit. Tash i tregojmë pamjen. Okay. I kena marrë disa fruta që si kena provu kër, mi provu. Shpëshjet e kom ndru outfitin a petë se e pa taft-taft. A pas që të nëllër? Shto po dokat mrenda. Gruja tha vish me hongër dhe shka mi hek farat, ana? Me pështi në kese. Në qese. Shumë e mirë, ka shumë farat në doja, për që jenë pak si dorë në dështa. Ta konda fatrim? Po shumë e mirë, po ma që mallin si kur banana, ananas, frutën madere që kena provu. Pak po pëngjane Shumë e vërtet. mirë, e shishme, mama mia. Me ndonë qisa qish harova. Okej, që kjo është fruti tjetër, zitë shëpa temre. Harova S'ka dhe nevoj me qiru bre bashkë shta? nuk e vi dhe shmasi i kina këse punës. A i ki dur të postra? Pas ka si farë. Për thonë. Okej, të mirë. Faj. Ma! Kena arë në Nerha, po më duket që këj planat janë të uprish, se me kajak kemi pas plan që 2 ditë me bo edhe koha ka marrë e keqe. Një hajk që kena dasht me bo se kena ditë që duhet me pre-booked, po s'ka që asë ndresh një kafe dhe një mëngjes i mirë. Ua, sa i më mëngjesi. Qysh pe vreni fruti i djeshët nga ka pëlqy, kena vjedhe 2 tjera. Njamin. Dili ka dal, kështu që po më duket po shkoj me bo kajakin, shpresoj që na në vendin e duhur. Pa isjet me vete, pa të regote. Kajakën s'pesha kërkush. Zum para kohë se kemi gabu plazhën. Po himni në të shpejt edhe të këshyrim qa po bëjmë tona. Kemi marrë edhe këtë frutin që më ra mu dje. Suksesit ashtë thëtë. Dje e kom hongët, 3 seconds rule. Clumsy. Fatrin, çfarë fruti e kena? Përbesë pjarë e hemë, diçka me shkronjat Diçka mirë. Me shkronjat fundit alfabetit. Më duket e keni kuptu cila është favorite për këtë pushim. Me shkronjat para të fundit alfabetit. Çka ka shumë e butë. Dhejra ditën e parë, në shumë shabë.
Yes. Thank you very much. E lokacioni tjetër është Antequera, ndryshe quhet edhe si zemra e Andaluzisë, për shkak pozitës që ka. Edhe na jemi ndalë për shkak pozitës strategjike që ka, po ky vend na ka surprizu për mirë. Antequera është në mbrojtje prej UNESCO-s, e nëse veç je në Andaluzi, e meriton një vizitë. Na videon e dytë po e përmbyllim me këtë qytet simpatik, po mos harroni me na kqyr javën tjetër për pjesën e dytë. E nëse hala nuk e ki bo subscribe, kjo është momenti i duhur. Ciao, shihemi javën tjetër.